Kundërshtari Lirim Jashari, cili për pak qaste do t'jap shenjë për fillimin e ballafaqimit. Nis dueli në Fadil Vokri. Bueje. Ndërhyrje ashpër e Buejës. Do t'jetë kartoni verdh. Ka të verdh, mirë po është i Kuqi. Minuta 25. Pati offside me gjithatë. Pjesës së parë. Ja rasti për Prishtinën, dobët gjuan Leotrim Kryezio, minuta 36. Ja, ky top në zonë, çfarë mundësie për Perizajn, Beti Magjimuza, e Don Sadriu, blokohet goditja e tij. Rast ideal për mysafirët, mirë për të cilët ishin të pamse si ledhatoi horizontalën topi pas goditjes. Tjetër aksioni mysafirëve, Abdulli për Abdull, del Agron Kolaj. Pasim krejtësisht i gabuar. E këto mbyllet ballafaqimi të nderuar shikues. Prishtina e Ferizaj ndajnë pikët në kuadër të gjirës së 30.